Salian, tani ti ke marrë për sipër. Një sekundë se o thanë disa gjëra që t'i gjerësojmë njerëzit, sepse është e rëndësishëm. Jo, si e përsove ti këte, unë të kam lexuar statusin e tua, po. Prandaj, se kam disa gjëra që i tha Batoni të pasakta, se duhen thënë, po të them tani. Spari nuk është era parë që Viktor Orban ka pas kundër Evropën. Ka pas Evropën plus Biden në zgjedhjet e kaluara, presidentin e Shteteve të Bashkuara. Pra, ju thatë që këtë herë nuk u bë Evropa për të mbështetur opozitën. Pra, nuk ka të bëj vetëm me këtë gjë. Pra, është element, po themi, periferik në raport me çka ka ndodhur në Ungari. Së dyti thatë një gjë tjetër, thatë që grupi brenda Orban, asnjë grup brenda partisë Orban nuk. Stash grup, veç tash Magja. E thatë tani pra. Sa po e thatë, mbase nuk e qenë. Nuk ka qenë politikan, ka qenë një zyrtar në partinë e tij, drejtor diku, diplomat në Bruxelles. Nuk ka pasur një grup, nuk ka qenë një grup. Po sa rreth çështja tua. Po pra ta mbaroj unë se cila është e pasakt që thatë që është era parë që ky ishte kundër Evropës. Jo, është era e 15, gjithë jetën këtë punë ka bërë. Thatë që doli një grup, jo, doli një person që nuk ishte në politik, ka qenë zyrtar, u nda në një moment se këtu i filloi rënja Viktor Orbanit, siç edhe situata që është sot në Shqipëri me qeverisjen, që u korruptuan gjithë njerëzit e afërt dhe nga ana tjetër u rënuan moralisht në një rast skandali ku një person i dënuar për ngacmim seksual fëmijëve ishte bërë drejtori i një, po themi, qendre për fëmijë. Dhe këtu shkarku ministri e drejtësisë, presidenti, dhe këtu nisi dhe ky zotëria të dalë përballë. Tani pse është e ngjashme situata me Shqipërinë? Para se ka rëndësi kjo çfarë është ka pasaktë me Shqipërinë. Tani, cila është e rëndësishme për Shqipërinë, mendoj unë? Edhe këtu ka një gjë nga opozita kryesore. Pra, Sali Berisha thot nga mëngjesi në darkë, e keni dëgjuar dhe kjo është një prej arsyeve që unë kam nisë lëvizje, që Edi Rama nuk mundet me vot. Apo ja, sepse ka autokraci. Ja ku është një rast i ngjashëm. Viktor Orbani kishte, sipas, po themi, analizave që bëjnë institutet më prestigjioze, por edhe mediat e rëndësishme. 80% të mediave nën kontroll. Pasurimin e njerëzve të afërt dhe rrethin ekonomik, atë që disa këtu i quajnë oligark, disa i mund të quajnë bizneset lidhura me qeverinë, me kontroll të plot. Kontrollin e drejtësisë plotësisht. Kishte një avantazh që të gjithë thoshin që pavarësisht se mund të merrte shumicën partia opozitare, për shkak se mori 2/3 e votave në parlament herën e kaluar, Viktor Orban kishte një sistem zgjedhor të ndarë në 3 forma të ndryshme, që votoheshin kandidatët më vete, votohej për partim vete, pastaj votat e këtyre që votoheshin për partim mblidheshin, që favorizonte partinë e vet. Kishte këtë që në Shqipëri nga mëngjesi në darkë thuhet të blihen deformimin e vullnetit të zgjedhësve. Edhe aty këtë shqetësim kishin. Pra të gjithë elementet që kishin të bënin me deformimin e vullnetit të zgjedhësve, në momentin kur ka, po themi, opozit frymëzuese, e te i kalon, dhe këte e kam thënë gjithkohën, që opozita e te i kalon nëse mbledh dhe frymëzon njerëzit, çdo deformim. Nuk ka forcë që i bën ballë forcës së popullit i cili del për të votuar. Kishte me vete Donald Trumpin që këta përpiqen ta brejnë. Prit. Pa diskutim. Tani, unë po them një element tjetër, se është i rëndësishëm shumë. Sondazhe, se dhe këtu në Shqipëri dalin thotë më vonë zgjedhjet. Ore, po sondazhet kush i vjedh? Siç ishin, siç dolën sondazhet para zgjedhjeve, dolën pas zgjedhjeve në Ungari. Ore, dakord, këtu votat vjedhen. Edhe në Shqipëri fiks kanë qenë sondazhet. Po pra, po këtu ka një gjë. Në Shqipëri kanë qenë fiks. Nuk pranohet. Kanë përcaktuar fituesin. Patjetër, edhe këtu, këtë jam duke thënë unë. Që opozita ka edhe këtë problem. Siç i thash, nuk pranon realitetin. Po të ndryj unë një moment dhe një sekondë se ka një gjë Një sekondë, jo, s'ka. Se ti po thua tani faktorët që fitoja i atje. Unë po të hap një bisedë tjetër, zotri. Dashmërinë me Shqipërinë. Po pikërisht, po nuk po e thua këtë. Sepse shiko sa e thjeshtë. Po them është njësoj si Rama, mo. Ky zotria në Budapest, Viktor Orbani, është i ngjashëm i Edi Ramës. Ora ata po qanin deri dje. Media, o zotri, media. Më mirë mund të çaj. Media e doktorit. Po. Dhe media tjetër. Dhe vetë këta dy. Po nga Sali Berisha çaj ndryshon këtë. Po një minutë më ja pra se këtë po i them, por nuk po më le ta mbaroj. Po jo nuk po të mbaroj. Po themi një tjetër. Narrativën e ata kanë qenë dhe janë të dashuruar me Orbanin. Doktori nuk dihet pse ka gjithë kohën i dashuruar me Orbanin. Ky tjetri ka dhe biznese këtu Orbani. Biznese shumë të rëndësishme.
Hungaria ka. Po, Hungaria Orbanit. Oligarkët i ka. Hungaria Orbanit. Hungaria Orbanit. Ajo pjesë i ka oligarkët, kanë dhe kanë biznesë shumë të rëndësishme. Ka Vizeri. Orbani është themeluesi i po kapitalizmit bankën politik. në telekomunikacione të tjera. Po bankën Themeluesi i kapitalizmit politik, pra Në bankën telekomunikacione. bizneset që Ata vazhdoj ta them mu pse është problemi tani. Ja një sekond. Do të bëj pyetje unë ty tani. Kam pyetje shumë kuptova, thjeshtë. se këtu do të dilja, rëndësishme për ty. Po. Ky zotëria që fitoi, i dashur, i bëra pyetjet të ngjashme edhe zotërisë Qorit. Tani pyetja për ty është po kaq e hapur. Ti tani ke dalë mirë, bravo të qoftë. Bravo të qoftë. Por tani ky burri që fitoi aty, Peter Magyari, doli dhe krijoi një parti dhe i rrëmbeu të gjitha ati sot, dje. Ti tani kërkon të marrësh, se këtë nuk kuptojmë ne, ti ulemi vazhdimisht tu, kërkon të i marrësh njeriut që do vdes bashkë me partin, larg qoftë, se mos dekt kur të le të jetoj sa të mundu, por deri për te vdekjes ai e ka atë parti, kërkon të mundësh Berishën në partinë e Berishës. për shkon të mundësh Berishën, po themi me fjalë të thjeshta, në partinë e Berishës, në shtëpinë e Berishës. Si bëhet kjo punë tani, zotri, se ky tjetri të jep një eksperiencë tjetër ty, jo këtë. Këtë më për jep mua ti. Ky jep këtë eksperiencë që po them, që se do vite pyetje për shumë e rëndësishme. Opozita këtu ka një problem se nuk fiton, sepse nuk jep alternativë tjetër. Pra është Sali Berisha që për te i, po themi, ngjashmërive fizike, mund të ngjejë njësoj me Ramën. Ka 30 vite në politik, ka të njëjtën gjuhë politike, ka të njëjtin justifikim pas çdo përzgjedhje dhe ka një element që është shumë i rëndësishëm. Opozita dhe në të kaluarën në Hungari fitoi Budapestin. Pra qendrat urbana i fiton do. Asnjë presje nuk jeq. Tu ka një problem. Ke shumë drejt. Po nëse kam drejt më lehtë ta mbaroj pra se Po jo po të mbaroj, po duhet të më sqarosh që ta kuptoj unë se po s'kuptova. Nëse ti shkon direkt në fund, Jo, nuk po të kuptoj. Pse ka rëndësi për Shqipërinë. Unë jam dakord, po ti thua këtë gërmadhën tani. Po pritësh zotëri. Që e ka ky që e ka ky. Gërmadha ta marron. Gërmadha se është pasuri publike. Kush është aty? Kush është pasuri publike? Debati publik, debati në publik. Ore, pasuri publike është dhe një rrugë kur bie shembet e gjitha. Ju pristi që të bjerë vetë. Të nuk bien vetë vetë. Edhe kjo është pa vërtet. Kjo është një narrativ. Jo, ky lufton për vetë. Kjo është një narrativ. Po e lëm ti po lufton. Do të marrin gjë që tani 3 muaj të parë me qenë se këtu ja të përgjigjen drejt për drejt dhe kthehen prapë te narrativa që ta kuptojnë njerëzit. 3 muaj kam unë që kam nisë televizje, 4 po bën. Në 3 muaj të parë të njëjtin gjë bëri ky. Peter Magjar ose Magjar bëri përpjekje nga brenda për t'i thënë partisë vet ku ishte kjo Fides që duhet të ndryshoj sepse ne tjetër gjë po themi në publik, tjetër gjë po bëjmë dhe kemi rrënim për shkak të korrupsionit, për shkak të autoritarizmit që ka prodhuar pabarazi ekonomike etj etj. Sot po flasim sot fitoi zgjedhjet e 6 vite më pas. Pra që të bësh sa kilometra do të bësh, edhe ata që shkuan 400 e ca mijë kilometra nën, prapë nisin nga një hap i parë apo do nisësh nga 1 metër. Unë po të them se unë kam me publikun, kjo nuk është një duel që dolim këtu edhe u vram. Tani, qa po kërkoj unë Partinë Demokratike? Po kërkoj zgjedhje apo jo? Duke dhënë këto argumentat që po them tani. Unë jam në këtë parti, që ju thoni... Nuk i ben, di gjitha këto gjë. Po prit, po do jemi këtu. Po nuk i ben, mërë zotëri, nuk ka lidhje me ty fare. Nuk dua, thot, ik qërotu. Kur nuk do t'i bëj, po do t'a shofim, pra, se nuk është ka që letë. Këtu do jemi, do vi prapë, unë ku të kem gjarje tjera. Jo. U po të them një element. Këtu jemi, mu. Po debati në publik edhe aty që është... Po i ka zbuar të gjithë. Bëhet shu, spari njerë. A ka disa regula... Për këtë puna ishë Orban 20 vjetë. Duhet e mërzotri, po. 20 vjetë Orban. A ka regula se këtë bëhet debati publik, nuk bëhet debati publik a i thot shu. Po mirë, dalë unë ty tani të ka për lecë ka është djerë jashtë, që do bështe? Kam shumë fuqi unë, se do të ka përdore unë ty, që do bështe? I kanë tjerë, më Eduard Selamin... Ora, të të kapë unë ty tani, që do bështe? I vuri rojet e dira Eduard Selamin të qërohu për jashtë. Ore, kam qenë unë aty e pash. Eduard Selamin e mori si leckë, e flaku. Gjithë më që të gjithë. Ore të mora Eduardi, e flaku. Si reagova? Po si bënja unë? Po. Se mori vetë. Tani, pyet e shkjo në debate. Se mori as vetë, po debatin publik. Vuri roja të ozë. Qetësoro se mua nuk më bën dot. Roja zvar. Mirë, mua nuk më bën dot atë njeri, kështu që rri qet në këtë drejtim. Debati publik është ky të kap ky për lecka, është të kap ai jashtë leckave. Debati në publik duhet të jetë kështu. A kam të drejtë unë? Se unë këta bëj me qytetarët, se ndryshe flasim kafe 2, unë them i rash me grusht, ti thu të rakte nga këmbët me pengesa, s'është debat. Zotri, po kërkohet garë Partia Demokratike që të fitoj zgjedhjet,
Se këtë po kërkojmë apo, pse fiton Edi Rama? Edi Rama fiton sepse ka një opozit e cila është e lodhur. Ka një lider opozite i cili e ka uzurpuar funksionin edhe me këtë që thoni ju, se përjashto këtë, uzurpo këtë, bëja atë do të thotë që s'ka me interes publik, ka interes personal, apo jo? Po. Tani, t'ja themi këtë njerëzve si fillim? Ja thua. Sepse nëse nuk ja themi gjithkohë, nuk vim do të ky hapi tjetër që thoni ju. Ajo është një rrugtim.